edhe intervistave është pezulluar. Absolutisht jo. Procesi i aplikimit për bashkime familjare është i hapur. Është konfirmuar nga Departamenti i Shtetit, është konfirmuar edhe nga Ambasada Amerikane në Tiranë. E konfirmoj edhe unë si ekspert i kësaj çështje. Shqiptarët mund të shkojnë dhe të aplikojnë. Biles mirë është që të vazhdojnë aplikimet siç kanë patur plan për ta bërë këtë vit. Nuk preken ata që kanë aplikuar më përpara, nuk preken ata që kanë marrë një vizë migracione ose zhvendosje ose bashkimi familjar drejt Shtetet Bashkuara. Edhe ata që nuk kanë aplikuar ende, nuk është e sigurt se si do të preken, sepse nuk dihet se sa do të zgjas pezullimi i procesit të lëshimit të vizës. Edhe një herë, sqaroj, procesi i aplikimit për bashkime familjare është i hapur, nuk preket. Procesi i dhënies së vizës, që është faza finale, është prekur dhe është pezulluar me një pafat, përkohësisht, mund të jetë edhe për disa muaj, mund të jetë për disa javë, derisa të sqarohen procedurat e filtrimit të vizës. Thënë në zhargon, filtri. Nga momenti i aplikimit, derisa vjen konfirmimi për vizën e ngjitur në pasaport, është kjo hallka që e ka shkaktuar këtë vakum. Pra le të themi, sepse shqiptarët do i kuptojnë këtë termin që do them tani, se nga që jemi marrë bashkarisht edhe me ju, edhe në politikë për vite me reformën drejtësi. Është një lloj vettingu. E qartë. Pra, Departamenti i Shtetit sapo ka rritur filtrat e vettingut për lëshimin e vizës. Dhe kanë të drejtë. Kanë të drejtë. Pse? Sepse ka patur edhe abuzime nga në shtetësitë ndryshme. Prandaj edhe Shqipëria gjendet në listën e 75 vendeve. Sepse ju e keni raportuar vetë, disa ditë më parë, presidenti Trump ka publikuar një listë të shtetësive të huaja në Shtetet Bashkuara, të cilët marrin ndihma sociale nga Amerika. Shqipëria fatkesisht ishte më keq se Pakistani, më keq se Tunizia, më keq se shumë vende tjera që janë më keq se ne. Po mirë, edhe për këtë element, do të jap vetëm një shkurtim. Shumë eksponent, analist politikës kanë bërë fajtore qeverinë Rama për këtë. Nuk ka faj asnjë eksponent i politikës për ata që shkojnë, punojnë në të zezë, nuk është ndjekin hapat ligjore për të bërë shtetas amerikan, apo pse jo edhe për të paguar taksa dhe jo për të patur një ndihmë që mund të vijë, një ndihmë ekonomike që mund të vijë, apo asistencë ekonomike që mund të vijë për familjet. E kemi bërë çdo gjë politike dhe është shëmtuar ndonjëherë. Jo, nëse ju dëshironi që unë të vinë në studion tuaj dhe të flasim se kush e ka fajin që ikin shqiptarët. Jo, absolutisht jo. Ne flasim. Jo. Unë doja që të maseroj si ekspert i çështjes ligjore. Kemi parë politikanë, analist, gazetarë që kanë marrë përsipër të flasin për një gjë, por që nuk e njohin. Tani, edhe njerë, 41% e shqiptarëve, familjeve shqiptare që janë në Shtetet Bashkuara, përfitojnë ndihma të ndryshme sociale. Shëndetësore, vinë prindit në Amerikë, marrin Medicare, Medicaid, marrin ndihma nga shteti, nga qyteti ku jetojnë, sepse ka pal Amerika, është edhe federale, është edhe shtetërore. Tani ne jemi 41%. Duhet ta kuptojmë këtë gjë, se ndodhet edhe në Angli shumë, ku përfitojnë ndihma sociale. Shkojnë shqiptarët në Amerikë me vizë turistike, lindin fëmijën, duke përfituar pasaportën amerikane për fëmijën. Mos e bëni. Mos e bëni se do ju ngelet njoll përgjithmonë në historikun tuaj të migracionit. Kemi shumë familjar që kanë ardhur pranë zyrës sonë, kanë kërkuar këshillim ligjor, kanë pas lindur një fëmijë 10, 15, 20 vite më parë, pa paguar faturën e spitalit, janë larguar nga Amerika, kanë fëmijën me pasaportë amerikane, prindi aplikon 2-3 herë për ambasadës amerikane, nuk merr vizë. Mos e bëni këtë gjë, mos abuzoni. Është një sistem, respektoni rregullat. Dhe është gjunah që prej 41% të shqiptarëve që marrin ndihma dhe përfitojnë, pra nuk punojnë, ose punojnë në të zezë, nuk paguajnë taksa dhe pastaj shkojnë dhe përfitojnë nga taksat e atyre që punojnë, vuajnë 60 ose 59% të shqiptarëve të ndershëm, të mirë, që respektojnë rregullat, ligjin dhe që punojnë dhe paguajnë taksa. Dhe është e padrejtë që prej një pakice të vuajë shumica. Kjo ndodh tipikisht edhe në Angli, edhe në vende të tjera. Unë mendoj që nuk e ka fajin asnjë qeveri shqiptare, as Rama, as Berisha, as Meta, se një shqiptar që shkon atje, se po t'ishte ky argumenti, ata 60% pse punojnë? Apo jo. Kështu që unë mendoj që kjo është individuale, në ndërgjegjen e kujdo. Aplikon për një vizë, shkon në një vend huaj si emigrant, mëso gjuhën, respekto kulturën, respekto rregullat, puno, paguaj taksat. Unë do e kisha të merë nëse do kishim numra të mëdhenj të një në shtetësie tuaj këtu në Shqipëri, siç ju po e shihni që kemi shumë, që do vinin këtu
në numra të mëdhenj, nuk do paguanin taksa, do abuzonin sistemin tim, ku unë punoj dhe paguaj taksa dhe kontribute. T'ishte e pa drejtë. Pra, duhet ta kuptojmë. Kështu që unë mendoj që Shtetet e Bashkuara kanë shumë të drejtë në këtë që po bëjnë. Dhe nuk është gjë e re. Administrata Trump që nga Trumpi 1 e ka bërë të qartë në mënyrë transparente intencionin për të forcuar rregullat e emigracionit. Kemi kategori tjera për shembull. Kemi për viza turistike ka pasur, fillon tani së shpejti mbas 21 janarit më duket, ka patur edhe disa nënshtetësi tjera problematike për Shtetet e Bashkuara, të cilët kur të shkojnë për të aplikuar për vizë pranë ambasadës amerikane në vendin e tyre, për vizë turistike, do të paguajnë një bond ose një garanci financiare, $5.000, $10.000, $15.000. Pra imagjinoni, aplikon për një vizë për të shkuar në Amerikë, do paguash $15.000, do i ngrish në një konto bankare, dhe nëse ti i thyen rregullat apo përfiton apo lind një fëmijë në Amerikë, këto $15.000 i përfiton shteti amerikan. Pra deri këtu ka arritur. Ke kategori tjera, për shembull, lotaria amerikane në nëntor nuk u hapën aplikimet. Nuk ka patur gjatë këtij viti që kaloi aplikime për lotarinë amerikane. A do ketë as do ketë këtë vit, do e shohim. Ndoshta është në vazhdën e një politike, le të themi, më të rrept, më të ashpër për të vendosur kontroll mbi migracionin e palishëm dhe mbi ato segmente të popullatave të ndryshme të huaj që thyen rregullat në Shtetet e Bashkuara. Unë personalisht e mirë kuptoj këtë, sigurisht ka pak konfuzion, patjetër, por unë e mirë kuptoj këtë lloj politike. Konfuzion se kemi sqaruar në keq, apo sepse nuk ka qenë të qartë në artikulimin apo në detajimin e gjyrave për ata që kishin interes të dinin, kanë familja atje, duan të shkojnë për punë, për të vizituar një vend në Amerikë. Tani, marrim lajmin. Lajmi kur ka dalë në Amerikë, ka qenë immigrant visas. Immigrant në terminologjinë ligjore të migracionit amerikan, unë kam jetuar vetë në Amerikë. Biles mbaj mend që prindet e mi në atë kohë morën, fituan llotarinë dhe erdhën në Amerikë në mënyrë të lishme, punuan si qeni, derisa i mat vdiq dhe u varros në Amerikë, duke punuar deri ditët e fundit me probleme shëndetësore. Dhe mbaj mend që gjatë asaj kohe unë i kam asistuar individualisht për të mbushur formularin për vllajën tim që të merrte green card. Kështu që në atë kohë unë mbaj mend ai petition e quajnë është immigrant petition, okay, visa. Tani lajmi ka qenë immigrant visas. Unë nuk e kuptoj se nga u krijuar gjithë konfuzion në mediat shqiptare apo edhe në media tjera që u aludua për viza turistike. Absolutisht jo. Ambasada nuk ka thënë në asnjë moment që ndalojnë viza turistike. Po, ambasadën të kishin një lloj reagimi pak më sqarues. Shqiptarët aplikojnë, radha vazhdon pranë konsulatës ambasadës amerikane këtu në Tiranë, çdo ditë, çdo mëngjes, njerëzit aplikojnë në mënyrë transparente, shkojnë, kryejnë intervistën, nëse oficeri konsullor vendos të japi vizën turistike, marrin vizën, ose vinë tek zyra jonë dhe u lërasin me gëzim mora vizën. Pra ky është gëzimi i shqiptarëve. Ai gëzimi i mora vizën nuk ikën. Por shtohen filtrat dhe shtohet vetinku për ata shqiptar, sidomos prindër, familjar, të cilët duan të shkojnë dhe t'i bashkojnë fëmijëve të tyre për të qëndruar në Amerikë. Le të shkojnë, por edhe duhen respektuar rregullat. Tani, me këtë sqarim që vjen nga ambasada amerikane për edhe nga ekspertë të fushës siç jeni ju, a duhet që të mbyllet si çështje apo do ketë gjithmonë një gjë që del, një gjë që e konfuzon publikun për këtë gjë, sa e takon çështjes së aplikimit, dhe nëse kjo zgjat në kohë, po marrim shembullin më shumë se 2 muaj, duhet që të ketë edhe një reagim nga qeveria shqiptare për të parë se ku calon gjëja, se mbase duke qenë qytetarët e lirë për të aplikuar dhe nuk e dinë se ku calon dhe abuzojnë këtë lloj forme që cënojnë dhe të tjerët. Atëherë, autoriteti vetëm që mund të flasë për çështjen e vizave respektive të atij vendi është autoriteti i atij vendi. Pra, për vizat britanike përgjigjet ambasada britanike, për vizat amerikane përgjigjet ambasada amerikane, nuk ka punë fare Ministria e Jashtme. Ministria e Jashtme e Republikës Shqipërisë sigurisht mund të udhëzojë qytetarët e saj që të respektojnë rregullat e çdo lloj kategorie vize kur shkojnë jashtë shtetit. Sigurisht. Deri këtu, ama më tej i takon autoritetit përkatës. Tani pse ne diferencohemi nga Serbia, se pam që edhe Malizi, por edhe Kosova ishin pjesë në listë në 75 vende, në mos gaboj, ndërkohë Serbia distancohet, ndërkohë që ne si Ballkan, kulturën e të respektuarit, mund të themi rregullat e një vendi tjetër e kemi thuajse të njëjtë. Besoj bijem dakord për këtë. Nuk është se kemi ngjashmëri, e kemi kështu si Ballkanas. Tani, ndoshta Serbia nuk është në listën e përfituesve të ndihmave sociale në Shtetet e Bashkuara. Këtë ndoshta gazetarët tuaj mund ta shohin